Kroacia ka ndaluar një ngarkesë me 8.216 kg speca të kuq të nisur nga Shqipëria. Bllokimi erdhi pas analizave laboratorike të sasisë së nisur nga Divjaka, ku rezultoi se kishte përmbajtjet mbi normat e lejuara për 3 pesticide të ndaluara: flonitsamid, klorfenapyr dhe tubefenpyrat. Qendra Alert ka siguruar raportet e analizave të autoriteteve kroate, ku theksohet se sasia është kthyer, por me datë 1 tetor në orën 14 ngarkesa nuk kishte mbritur ende në territorin shqiptar. Pas kthimit, autoriteti kombëtar i ushqimit dhe drejtoria rajonale në Fier do të ndjekin procedurat për asgjësim me qëllim që specat të mos hyjnë sërish në tregun vendas. Ky nuk është rasti i parë, vetëm pak muaj më parë Kroacia bllokoi një ngarkesë me 8 ton domate nga Shqipëria, ku u gjetën mbetje të larta insekticidesh. Gjithashtu është raportuar ndalimi i pjeshkave dhe i kajsive për shkak të metaleve të rënda, ndërsa autoritetet europiane kanë paralajmëruar për raste të shpeshta të ushqimeve të importuara me mbetje pesticidesh të ndaluara. Sistemi RASFF publikoi njoftimin për rastin e specave me 29 shtator.